Orë të vështira kanë qenë orët e mëngjesit të sotëm për fshatrat përgjatë rrjedhës së përrojit të Lunjës në Lushnjë. Rreshjet mbi 60 mm gjatë orëve të para të mëngjesit kanë bërë që përroji të dalë nga shtratit dhe të përmbys toka të mbjella. Sera dhe ka kaluar në nivelin mbi 1 metër nëpër urat e fshatit Karbunare sipërme e po kështu në Karbunare të poshtme. Fadromat kanë shkuar në zonë në orën 6 të mëngjesit dhe situata është përmirësuar ndjeshëm e niveli i ujit ka rënë duke i mundësuar kalimin në ura të banorëve, ndërkohë që ka prezencë ujë në oborret e banesave përgjatë rrjedhës së përrojit. Në teren që në mëngjes ka qenë dhe kryetarja e bashkisë, bashkë me shtabin e emergjencave dhe përgjegjësin e drejtorisë së kullimit Fier. Gjysmore vëti deri të afër shtëpisë time, që unë jam më sop gjoja. Këtu u bloku fare, dame nuk patëm, ja kështu, betorina. Shka rëna shi, tubi i dritave, i korit, pashu e vun ata, nuk e vun rash me urën, e vun gjysmë të urës edhe, hajde borobane, blokoj, shko në përshpjet e njerëzve të ujtit. Aktualisht në gjithë territorin e Bashkisë Lushnjë ne jemi në mbikëqyrje të situatës, të gjithë grupet e emergjencave janë në terren. Pak problematik kemi me prurjet e Lunjës, aktualisht një grup pune është në Qerret dhe një grup tjetër në Barbullinj. Hidrometri sot është plus 50, që është vetëm pjesa fundore e saj të përmbytura dhe pjesërisht në ato vende ku ka gojzat pa hapura. Sa po vjen dhe po përmirësohet gjendja në Divjak. Prezencë e lartë ujë ka dhe në tokat bujqësore në zonën e ulët të fushës së Tërbufit për shkak të rreshjeve, ndërsa hidrovorët kanë punuar dhe vijojnë të punojnë me kapacitet të plotë.